Je baba I gjithë shqiptarisë, jo veç I Kosovës. Elhamdulillah që Allah na ka dërguar këtë njeri, juve që ka dërguar, për më na mojtë këtë trend, këtë shtetë që ne keni formuar kështu kaq mirë. Allah ju shpërblet. Po falenderoj shumë për këtë mbështetjen e për këtë kontributin që e bëni për familjen. Për shohin e keni gjithmonë për neve. Nga ti me një statetin. Në të mirë e kanë për Kosovës. Nuk I ndrojnë shpesh për ata. Profesor për pak? Që ma të është të rrugës. Në aeroport, në kufike. Mirë se ke orë. Analisti Halil Geci thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në fushat janë krah Albin Kurtit. Geci përmes një shkrimi në Facebook shkruan se perëndimin ndryshojnë qasje në kulmin e fushatës dhe kjo sipas tij I jep fund iluzioneve për tolerim ndaj lojrave të blyfishta të Beogradit. SBA dhe BE në fushat krah Kurtit, mesazh I qartë politik për Serbinë, opozitën dhe rajonin. Perëndimin ndryshojnë qasje në kulmin e fushatës duke I dhënë fund iluzioneve për tolerim ndaj lojrave të blyfishta të Beogradit. Nuk është as pak rastësi që në kulmin e fushatës zgjedhore, Bashkimi Evropian heq sanksionet ndaj Kosovës, ndërsa Shtetet e Bashkuara e fusin vendin në ombrellën e tyre të sigurisë. Këto veprime përbëjnë një sinjal të fortë politik. Perëndimi ka zgjedhur qartë anën e tij. SBA dhe BE, pas vitesh përpjekjesh për të joshur dhe bindur Serbinë që të largohet nga ndikimi rus, kinez dhe ai I Koreas së Veriut, duket se kanë arritur në përfundimin se Beogradi ka luajtur vazhdimisht lojë të dyfisht. Serbia ka përfituar nga tolerimi I perëndimit, ndërsa paralelisht ka forcuar aleancat me kundërshtarët strategjik të tij. Kur u bë qartë se kjo qasje nuk po prodhon rezultate, SBA dhe Bashkimi Evropian ndryshuan kurs. Jo rastësisht, në fillim të fushatës zgjedhore në Kosovë ata vepruan fuqishëm në mbështetje të qeverisë Kurti, BE hoqi sanksionet ndërsa SBA rriti ndjeshëm garancitë e sigurisë për Kosovën, shkruan Geci. Tutje Geci thotë se veprimet e fundit të SBA-s dhe Bashkimit Evropian tregojnë se aleancat nuk ndërtohen mbi servilizëm. Ky është një mesazh I drejtë për drejtë jo vetëm për Serbinë, por edhe për opozitën kosovare që ka ndërtuar narrativën e saj mbi idenë se Kurti ishte izoluar nga aleatët perëndimor. Realiteti dëshmoi krejt të kundërtën. Në gjuhën politike, kjo do të thotë se perëndimi I ka thënë Serbisë, loja mbaroi, ndërsa Albin Kurti I është dhënë sinjali se qëndrueshmëria dhe moslëkundja ndaj presioneve kanë qenë strategji e drejtë, edhe pse e vështirë. Tendimet e fundit të SBA-s dhe BE-s tregojnë se aleancat nuk ndërtohen mbi servilizëm, por mbi parime dhe besueshmëri. Kosova për herë të parë pas shumë kohësh po trajtohet si partner serioz I sigurisë perëndimore, ndërsa Serbia po përballet me pasojat e politikës së saj të paqartë. Kjo është një kthesë e madhe politike në rajon dhe një goditje e fortë për të gjithë ata që ndërtuan strategjitë e tyre mbi gabimet në leximin e perëndimit, përfundon Geci.